Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Një turist amerikan vret me thik bashkëtuese në një apartament të marrë me qira në Shkodër. Krimi ndodhi pas konfliktit mes tyre, autori ishte i dehur. Ekstradohet nga Dubai në Tiranë Florent Çapja, një nga emrat më të njohur të krimit në Shqipëri, është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje. Ambasadori i BE-s në Tiranë Silvio Gonzato hedh poshtë akuzat për ndërhyrje në raportin paraprak për zgjedhjet. Odir është i pavarur. VIP-at mbushin një muaj në fermë, rriten ethet e garës te konkurrentët, vështirësohen sfidat e agajit, sot priten surpriza, publiku do të zgjedhë të preferuarin. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Një turiste amerikane u vra nga bashkëtuesi i saj në Shkodër në apartamentin që çifti kishte marrë me qira prej disa ditësh në këtë qytet. Autori i krimit gjithashtu amerikane goditi gruan me thik pas një konflikti, ndërsa dyshohet se ishte në gjendje të dehur. Një vrasje me thik ndodhi paraditën e kësaj të premteje në qytetin e Shkodrës, ku viktim mbeti një shtetase amerikane. Ngjarja ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit në rrugën At Shtjefen Gjeçoviçi, në një banesë të marrë me qira nga një çift amerikan. Viktima Sandra Saporito, 54 vjeçë, humbi jetën në vend ngjarje, ndërsa policia në banesë gjeti bashkëtuesin e saj Brandon Saporito, 57 vjeç, i cili dyshohet se është autori i vrasjes. Ai u shoqërua në spital për ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se ishte në gjendje të dehur dhe ka marrë dëmtime të lehta në duar me mjete prerëse. Në momentin e daljes nga banesa me pranga në duar, ai ishte i mbuluar në gjak. Nga profili në Facebook i autorit, shihet se çifti ndodhet në vendin tonë që nga 27 marsi. Pikërisht në këtë datë ata kanë mbërritur në aeroportin Nën Tereza, ndërsa në foton e publikuar Sandra shkruante se kishin mbërritur shëndoshë mirë në Tiranë. Ata kanë zhvilluar vizita në disa zona të Shqipërisë, si në Himar, Tiranë dhe së fundmi edhe në Shkodër ku ndodhi ngjarja e rëndë. Policia sekuestroi pamjet e kamerave të sigurisë së zonës për të parë nëse ka patur edhe prezencë të personave të tjerë më herët në banesën ku ndodhi ngjarja e rëndë. Florent Çapja, një nga emrat më të njohur të krimit në Elbasan, është ekstraduar këtë të premte nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi në Shqipëri është akuzuar dhe dënuar për një sër krimesh të rënda, që nga vrasjet e derit e trafiku ndërkombëtar i drogës. I shpallur në kërkim për një kohë të gjatë, autoritetet e huaja i dhanë fund lirisë së Florent Çapjas, pasi këtë të premte ai ekstradohet në Shqipëri nga Dubai në mënyrë që të përballet me drejtësinë, i akuzuar për krime shumë të rënda. Çapja, i dyshuar si kreu një prej organizatave kriminale më famkeqe në Elbasan prej gati 2 dekadash, akuzohet si porositës i vrasjes së Nezir dhe Gentian Beqirit në vitin 2012, krim për të cilën është dënuar me burgim të përjetshëm. Policia bën të ditur se pas ditën e kësaj të premte, Florent Çapja ekstradohet në Tiranë pas një bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Florent Çapja dhe Ardian Çapja akuzohen si drejtuesit e grupit kriminal. Ky i fundit është arrestuar prej disa kohësh. Ndërkohë Florenci, edhe pse u shpall në kërkim në kuadër të operacionit Plumbi Art, arriti që të arratiset në Dubai. Vitet e fundit grupi Çapja, sipas përgjimeve, hetimeve dhe rrëfimeve të penduarit Nureddin Dumani, kishte hyrë në konflikt të përgjakshëm dhe me organizatën e Suel Çelës. Emri i tij gjithashtu është i njohur për drejtësinë përpara 20 vitesh. Ai ishte i dyshuar për atentatin në vitin 2006 ndaj Fadil Memës, i shefi rrugore së Elbasanit, i cili mbeti i plagosur. Çapja u arrestua si i dyshuar, por gjykata e liroi për mungesë provash. Mema u vra në Torino të vitit 2015, teksa shpërndante gazeta, dhe për këtë krim dyshohet se ishte pikërisht fisi Çapja, por hetuesit nuk kanë prova të mjaftueshme. Gjithashtu Florent Çapja bashkë me Ardianin akuzohen si porositësit e atentatit të dyfisht ndaj Babe Bir, gjithashtu për hakmarrje Gentian dhe Nezir Beqiri në Elbasan. Kjo ngjarje ndodhi me datën 12 gusht e vitit 2012, teksa Gentiani ishte lënë arrest shtëpie nga gjykata për shkak të paralizimit nga plumbi që kishte marrë gjatë operacionit policor për arrestimin e tij në kufi në vitin 2007. Vrasjet janë bërë për hakmarrje, pasi Gentiani, i afërm i oficerit të ndjerit Mema, dyshohej nga familja Çapja si një nga atentatorët në vrasjen e Sokol Çapjas, vëllait të Florencit dhe Ardianit.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, hodhi poshtë akuzat se ai ka ndërhyrë në raportin paraprak për zgjedhjet e 11 majit. Diplomati i quajti tërësisht të pavërteta pretendimet, duke theksuar se Odir është i pavarur në monitorimin e proceseve elektorale. Në kuadër të mbështetjes së procesit zgjedhor, ambasadori i BE-s Silvio Gonzato ka zhvilluar sot një takim me kryekomisionerin Ilirian Celibashi. Gonzato u pyet nga gazetarët mbi pretendimet e ngritura nga disa media për ndërhyrje të tij në raportin paraprak të OSBE-Odir. Bashkimi Evropian, të cilin unë përfaqësoj këtu në Shqipëri, nuk ndërhyn dhe nuk manipulon. Për këtë arsye unë mora përsipër të bëj një hap të rrallë, për të mohuar median dhe një lajm që pretendonte se ne kemi influencuar tek Odir që të heq emra nga raporti paraprak. Është tërësisht i pavërtet. Nëse njerëzit më njohin mua dhe Bashkimin Evropian, e dinë se kjo është tërësisht e pavërtet. Shumë aktorë politike njohin metodologjinë e përdorur nga Odir në raportet e tij. Odir është totalisht i pavarur dhe ne respektojmë pavarësinë e tyre dhe për këtë arsye ne respektojmë rekomandimet e tyre. Diplomati i BE-s ju shmang pyetjes mbi lobimin e $6 milion të PD-s në SBA. No, I don't. Nuk bëj komente, do të pres autoritetet kompetente. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi zbardhi detajet e takimit me dyrë të mbyllura me ambasadorin. Dam së bashku të njëjtën pikpamje mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Shqipëria është një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian dhe ndaj është e nevojshme që secili prej nesh institucione publike përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, po dhe partitë politike, duhet të reflektojnë përgjegjësitë e tyre për të patur zgjedhje me integritet. Por deri në çfarë date do të qëndrojë zarfi i votuesve në zyrat e diasporës për t'i dhënë mundësi të gjithë emigrantëve që ta tërheqin? Gjej rastin që të rikonfirmoj edhe një herë publikisht që DHL ka detyrimin që të mbajë në zyrat e saj zarfe të cilat nuk kanë mundur t'ja u dorëzoj votuesi apo dhe votuesi nuk kanë mundur ta tërheqin deri në datën 8 maj. I pyetur për SPAK dhe strukturën e posaçme të ngritur për monitorimin e krimit zgjedhor, Celibashi konfirmoi që po shërtohen disa raste konkrete që janë raportuar. Në takimin me banorët e Dimalit, Sali Berisha premtoi se Partia Demokratike do të ndalojë importin e pesticideve kancerogjene. Ai vuri në dukje gjithashtu se fermerët do të mbrohen duke mos lejuar që grumbulluesit të përcaktojnë çmimet e produkteve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se qeveria PD-s do të marrë çdo mas për të garantuar fermerës se prodhimet e tyre do të jenë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Gjatë një takimi me banorë në Dimal, Berisha sqaroi se pas 11 majit do ndalohet importi i inputeve bujqësore që nuk shiten në BE. Dhe çdo import i tillë do shpallet krim i rënd. Nuk ka pse të vinë pesticid dhe insekticid kancerogjen dhe t'ja u prishin prodhimet ju. Këto i bën mafia, nuk i bëjnë tregtar të ndershëm. Kryetari i PD-s Berisha premtoi se qeveria do të mbrojë fermerët në raport me grumbulluesit, duke i dhënë fund praktikës që grumbulluesit të përcaktojnë çmimin. Ai raport zgjidhet me një bord të përbashkët, grumbullues dhe fermer, të cilët bien dakord me çmimet e grumbullimit ose pastaj qeti do të detyrohet të krijojë bordin e tij dhe nuk mund të pranojë që të trajtohej ju nga grumbulluesit si indiant nga Kristofor Kolombi, që u çote copa pas qyrash u mirë të Flori. Shkone atje të treg luftjes. Se si shytet me dajak diktojnë çmimet. Merr fun ajo. Sipas Berishës, qeveria Rama i ka lënë hares fermerët, por kjo praktikë do të ndryshojë pas zgjedhjeve parlamentare. Në 380.000 fermerë që japin 19% të prodhimit të brendshëm të vendit, buxheti i shtetit, miq të dashur, ka lënë këtë vit për fermerin 32 milion euro. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani. Berisha vuri në dukje se qytetarët që banojnë në zonat rurale do të përfitojnë edhe nga vendosja e minimumit jetik, pasi asnjë pension nuk do të jetë më i ulët se 200 euro.
Me ftesë të presidentit Begaj në Tiranë ndodhet për një vizitë zyrtare mbreti i Jordanisë Abdullahu II. Gjatë takimit me kreun e shtetit është rënë dakord që të dy vendet të thellojnë bashkëpunimin në disa fusha. Mbreti Abdullah i Jordanisë mbërriti këtë të premte në Shqipëri për një vizitë zyrtare me ftesë të presidentit Bajram Begaj. Ai u prit me një ceremoni solemne në presidencë nga Begaj. Pas ceremonisë, dy liderët zhvilluan një takim me dyer të mbyllura, të shoqëruar edhe nga delegacionet përkatëse. Gjatë takimit, Begaj dhe mbreti jordanez diskutuan për rritjen e dialogut politik dhe bashkëpunimin ekonomik e tregtar. Presidenti nënvizoi rëndësinë e rritjes së investimeve jordaneze në Shqipëri, ndërsa veçoi edhe mbështetjen që sipas tij, Jordania ofron për Kosovën për njohje të reja dhe hyrje në organizmat ndërkombëtar. Pas takimit me presidentin Bajram Begaj, mbreti i Jordanisë la ambientet e presidencës dhe u prit edhe nga kryeministri Edi Rama, me të cilin zhvilloi po ashtu një bisedë me dyer të mbyllura. Reporterët pa kufi kanë publikuar raportin për lirinë e medias, i cili e rendit Shqipërinë në vendin e 80 duke shënuar një përmirësi me 19 vende. Megjithatë, organizata thekson se puna e gazetarëve që hetojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar është vështirësuar, ndërkohë Kosova ka pësuar një përkeqësim të ndjeshëm të situatës së medias. Shqipëria është renditur e 80-a në indeksin botëror të lirisë së shtypit 2025 të publikuar nga organizata Reporterët pa kufi, duke shënuar një përmirësim prej 19 vendesh krahasuar me një vit më parë, kur renditej e 99 nga 180 vende. Pavarësisht faktit se kushtetuta dhe angazhime ndërkombëtare garantojnë lirinë e shprehjes, raporti nxjerr në pamangësitë në mbrojtjen e burimeve konfidenciale të gazetarëve dhe thekson rrezikun e lartë për ata që hetojnë krimin dhe korrupsionin. Gazetarët që raportojnë për protesta ose operacione policore shpesh përballen me dhunë nga autoritetet, thuhet në raport, duke shtuar se krimi organizuar përbën një nga kërcënimet më serioze për sigurinë e gazetarëve në vend. Në të kundërt, Kosova ka shënuar një rënje të ndjeshme në indeks, duke rënë në vendin e 99 poshtë Shqipërisë, nga vendi 75 të vitin e kaluar. Kjo është rënja më e madhe për këtë vend në 15 vitet e fundit. Përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2025, disa media private u shënjestruan nga një bojkot nga qeveria, i cili kërcënoi gjithashtu pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Mediat në gjuhën serbe, të cilat janë nën presion nga forcat politike serbe, janë ankuar për diskriminimin në aksesin në informacionin publik, veçanërisht në gjuhën e tyre, e cila është ajo e pakicës kushtetuese. Nga vendet e tjera të Ballkanit, Malizi renditet më së miri në vendin e 37, më pas vjen Maqedonia e Veriut në vendin e 42, Bosnjë-Hercegovina e 86 dhe Serbia e 96. Ferma Vi premton sot një tjetër mbrëmje magjike në ekranin e Vision Plus. Ethet e garës të konkurrentët sa vine shtohen dhe bashkë me to rrihet edhe vështirësia e sfidave të agajt. Ka kaluar plot një muaj nga momenti kur yjet e ekranit dhe jo vetëm nisën bashkëtesë në fermën më të madhe në Shqipëri, në një format që prej ditës së parë ka sjell emocione, tensione dhe surpriza të shumta për publikun. Sot, pas 4 javësh, konkurrentët ndodhen në një pikë these të lojës, ku gara, strategjitë dhe emocionet janë më të forta se kurrë. Çdo veprim, fjalë apo vendim mund të ndikojë fatin e tyre brenda fermës. Edhe me këtë që po për asnjë lloj gjëje. Reality show që transmetohet 24 orë në 7 ditë të javës ka sjell situata që kanë lëkundur raportet mes VIP-ave dhe kanë zbuluar shumë për karakteret e tyre të vërteta. Është raporti çik. Mo nuk më plas fare çfarë raporti se nuk do ryemi njerin në raportin. Big Mama, si e zgjedhura për të drejtuar punët, ka marrë rolin me seriozitet dhe energji pozitive. Ajo ka ndarë detyrat duke angazhuar vajzat në stall dhe djemt me punët e shtëpisë, duke sjellë në këtë mënyrë një organizim më efikas dhe një atmosferë më të bashkuar. Agai ka vendosur që sot të realizoni një sfidë durimi. Në ndrejtimin e Agait, një provë durimi i vuri fermerët përballë një sfide fizike dhe psikologjike. Të ndarë në grupe, ata duhet të mbanin qypa të varur me litar derisa të dorëzoheshin. Andrea, Casey, Nur,
Big Basta. Penalizimet nuk munguan. Andrea, Nuri, Casey dhe Big Basta, që nuk ja dolën dot me sfidën, si pasojë u përballën me dënimin e vendosur në mënyrë të qartë përmes zarfit zyrtar. Vetëm gjella të ëndër, edhe darkat ka një javë ke pat pesh. Ndarja e buxhetit gjithashtu ka sjellë përplasje. Me 88% të shumës të ndarë për nevojat personale, pakënaqësitë nuk munguan duke krijuar tensione të reja në grup. Firma VIP ka ofruar jo vetëm marketing, por edhe reflektim mbi jetën pa teknologji, me punë të përditshme fizike dhe në kushte larg komoditetit. Publiku do të votojë sërish për fermerin e preferuar, ndërsa Alba, e penalizuar për thyerjen e rregullave, pritet të zbulojë emrat e fermerëve që do t'i bashkohen në nominimin e ardhshëm. Zhvillimet e fundit do të marrin zë në spektaklin e sotëm, që nis live në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanalet e dedikuara të platformës String. Vërtet? Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.